Jemi në ditën e 5 të konfliktit të armatosur të luftës mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Izraelit dhe Iranit, për të mësuar diçka më shumë lidhur me situatën e tensionuar në rajon, por dhe me jetën e bashkëqytetarëve tanë, të cilët jetojnë në Izrael. Ne po lidhemi me bashkëqytetarin nga Durrësi, Gjergji Berberi, i cili prej 11 vitesh jeton dhe punon në Izrael. Gjergji, përshëndetje dhe faleminderit që na u bashkove. Mirëdita të gjithëve. Si është situata atje tek ti, sepse shoh që koha është mjaft e mirë. Jo, koha është që Zotit mban mirë. Edhe situata po ashtu që Zotit që dje nga dreka fillon alarmet të paksohen, të jenë më të pakta. Po gjendja akoma gjendje alarmante që të jemi sigur në alarm, ruajmi, kujdesemi. Se ka është gjendje nuk është e kollaj. Në një video që ti më dërgove dje, dëgjoheshin sirenat e alarmit në sfond, ndërkohë që më thej që ishte edhe dita e karnavaleve. Besoj është ditë feste, po a u festua që dje dolën njerëzit në rrugë, sfiduan frikën, apo ishin të gjithë të mbyllur në shtëpitë e tyre? Shumë njerëz nuk dolën shumë njerëz në rrugë, por që shumica e njerëzve festuan ke lagjet e tyre afër vendstrehimeve. Pastaj ka dhe shumë ndërtesa që janë 15 vjeçare, që në çdo ndërtesë ka dhe dhomën e sigurisë, vendstrehimin, çdo shtëpi e ka vetën, edhe është më e kollaj, domethënë. Nuk është nevoja të vrapojmë për vendstrehime, dhe po njerëz domethënë nuk jo 100%, po e festuan festën, e bëm nuk ishte mundësi, se janë dhe kalamaj që duhet gëzojnë. Po përsa i përket rutinës së përditshme, vijon normalisht, sepse unë di që ti me punën tënde, më the restaurime, mirëmbajtje pallatesh, ti nuk mund ta bësh mbase punën nga shtëpia. Vazhdohet punohet normalisht? Puna në shumë ka varet sektore qa pune mund të bëj çdo njeri, po ka për shembull kush punon në për high-tech ose në për firma që punojnë me kompjuter, ata punojnë nga shtëpia, ka njerëz si puna imi që unë merrem me inovim në shtëpi, mirëmbajtje pallatesh, edhe ne pjesërisht punojmë, po gjithmonë nga dishmëri, duke ditur domethënë që kur gjejmë alarmet ose marrim informacion nga në telefon, që për disa minuta mund të arrijë një raketë, ne futemi në për vendstrehimin që gjithë. Po përsa i përket fëmijëve, sepse ata janë mbase më të pafajshmit, ata që mbase edhe nuk e konceptojnë dot aq mirë atë çfarë po ndodh dhe duan të gëzojnë atë rutinën e tyre të përditshme, lojrat e tyre fëminore. Është situatë e ndërlikume me fëmijët, është shumë e vështirë, se nuk dimë se si ta shpjegojmë edhe këtë lloj gjendje, se jemi duke luftuar kundër një shteti cilët populli vet na don, edhe thjesht janë disa koka qeveritarësh që vendosin ndryshe për ideologjitë e tyre dhe na janë kundra. Edhe është vështirë se si t'ja shpjegojmë dhe fëmijëve dhe këtë lloj gjëje që ti thua që ne po na sulmojnë nga një vend tjetër, që njerëzit na duan, po janë disa tipa veçantë që nuk na duan dhe është gjithë kjo luftë e madhe. Ata tani mësojnë nga shtëpia apo shkojnë e frekuentojnë shkollën normalisht? Jo, për momentin që gjithë janë online, në për kompjutera, nga shtëpia, në online merren, kanë nga 2 orë deri në 3 orë çdo ditë mësime, me mësuesen e tyre online që gjithë, dhe vazhdojmë kështu, jemi janë mësu. Ti the që situata sot ka qenë më e qetë krahasuar me 2-3 ditë më përpara, por a i trembesh për shkallëzimit të konfliktit dhe
cilat janë zërat që dominojnë në Izrael? Si parashikohet situata, do të agravohet më tepër apo do të shkohet mbase drejt një paqeje të mundshme që do ta dëshironin të gjithë palët? Që të gjithë shpresojmë që njerëzit që janë në krye të atij regjimi në Iran, që të gjithë shpresojmë që ata të ndryshojnë mendje dhe të krijojnë një traktat, një paqe midis dy vendeve, se asnjëri nuk e don luftën. Por që ne ndjehemi që ata për ne janë një rrezik, se ata investojnë vetëm për armë, ata investojnë vetëm për të organizuar krime kundra izraelitave. Unë derisa jetoja në Shqipëri, unë isha të mendimit që nuk e dija situatën, edhe isha mendimit që Izraeli ka gabim se po mundohet të luftoj, po që kur erdha këtu unë shikoj që është ndryshe situata dhe gjithçka që bëhet vetëm që të mbrojmë veten, se nuk jetohet. Unë 11 vjet si ishte edhe çfarë që jetoj në Izrael. Te lajmet në Shqipëri nuk unë njoftonte dhe dëgjonte, po që këtu vraponin për dhoma të bën strehime 2-3 herë në javë. Edhe bota nuk i dinte këto lloj gjëra gjatë këtyre 11 viteve. Bota di vetëm 2 vitet e fundit, 2 vitet e gjysmë të fundit që atëherë kur filloi sulmi nga Gaza, nga Hamasi. Gjergji, gjëra të ndryshme. Nga ajo çfarë ti je duke, nëse më fal që po të ndërpres, nga ajo çfarë ti je duke treguar pikërisht nga prania e këtyre dhomave të sigurisë dhe faktit që situata në Izrael prej shumë vitesh tashmë nuk ka qenë e qetë. Ti vetë, pse zgjodhe të jetoje Izraelin, që mbase nuk është vendi më i sigurt? Izraelitët unë gjeta këtu një ngrohtësi që të gjithë më pritën me krah hapur, njerëz që nuk njihnin, dëgjonin thjesht nga Shqipëria dhe që të gjithë po mësojnë, edhe fëmijët e mi që janë shkollë sot mësojnë që Shqipëria është një nga vendet që i ka mbrojtur izraelitët e hebrej nga regjimi gjerman. Në luftën e dytë botërore. Dhe unë ndjeva shumë mirë dhe, si ta them, akoma më mirë edhe nga racizmi grek kur jetoja në Greqi. Edhe janë njerëz që të bëjnë njerëz mirë, na respektojnë shumë që të gjithë shqiptarëve, na duan shumë që të gjithë shqiptarëve, që edhe kjo është një nga arsye fort pastaj përveç dashurisë rasikale. Unë pash që ti mban dhe flamurin e Izraelit e mban në balkon. Besoj se e ndjen Izraelin ashtu siç ndjen dhe Shqipërinë brenda në shpirt. Po si diskutohet ajo, unë përpara jam shqiptar, pastaj izraelitas, unë e para punës jam shqiptar. Në kontakte je me bashkëadetar tanë të tjerë shqiptarë që jetojnë në Izrael dhe si ndjen ato në këto momente? Ekziston frika, ekziston mendimi për t'u rikthyer këtu në Shqipëri mbase në qoftë se situata do të bëhet më keq? Logjike që situata do bëhet më keq, paktën duhet të largohen fëmijët, po për të mëdhenjt nuk bëhet fjalë që të largohen. Mbase mund të largohen fëmijët, po ne kemi jetën tonë tu, kemi investuar jetën tonë dhe nuk lehet aq kollaj kondi. Ti vetë e mendon largimin e fëmijëve, dërgimin e tyre në Shqipëri ose mbase në ndonjë vend tjetër, në qoftë se situata do të përshkallëzohet? Për momentin jo, se kemi besim ke ushtria këtu. Për momentin nuk mendojmë gjërat të tilla që ta lejojmë që ta braktisim Izraelin, nuk kemi planet të tilla. Gjergji, doja të pyesja kur shka qenë momenti më kritik që ti ke përjetuar gjatë këtyre 11 viteve në Izrael, por që ka lidhje pikërisht me konfliktet, me situatat të tensionuara nga raportet e tensionuara të Izraelit me vendet e tjera të lindjes së mesme. Kujton ndonjë moment? Ndonjë moment ishte vetëm me datë 7 tetor, kur filloi sulmi këtu, që ishte frikë se nuk po kuptonin se çfarë po ndodhte, se filloi papritur, se si ta thash, unë si përmarrës që jam tu, unë kam punëtor palestinez në West Bank, edhe asnjëri nuk dinte që të gjithë ishin të shokuar kur filluan lajmet që mëngjes
na thonë që filloi sulmi nga Gaza, po vritën njerëz, shikonin video me njerëz me fëmijë të vrarë, foshnjë të vrara. Ajo ishte të mirë, se nuk ishte shumë e papritur. E kuptoj. Nëse do të kishe një apel për t'i drejtuar atyre që dëgjojnë në këto momente ose atyre që kanë në dorë për të vendosur për fatet e kësaj lufte, cili do t'ishte apeli yt? Që për apeli im që ato qeveritarët t'i lejnë nuk mos merren shumë me ideologji fetare ose nacionale, se këto lloj ideologjisë nuk bëjnë mirë për popullin, si që gjithë duam të jetojmë bashkë me njëri tjetrin, edhe të jemi të lumtur atë gëzojmë. Kjo është e gjitha, domethënë, që njerëzit mos shkojnë në jetë vetëm në bazë të idealeve ose fetare ose vetëm nacionale. Gjergj, unë të falenderoj që u bëre pjesë e kësaj bisede dhe uroj më të mirën për ju dhe shpresoj që situata të jetë sa më e qetë dhe paqja të mbizotëroj sa më shpejt. Shpresoj do. Faleminderit. Faleminderit. Ditë të mbarë dhe juve.